Nga koalicioni Vlen njoftuan se në postat e Maqedonisë 35 shqiptar janë avancuar në pozita të rëndësishme. 60 janë punësuar dhe 35 të tjerë janë në prag të punësimit. Sipas Vlen, këtë hof se ka parë ky institucion që prej ekzistencës së tij. Po shkaktojmë revolucion të heshtur e të fuqishëm, një përthyerje historike në përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore. Në udhëheqjen e drejtorit të ri të përgjithshëm të postave të Maqedonisë, Orhan Kurtishi, një profesionist i përkushtuar dhe kuadër i Vlenit, po shkruhet një kapitull i ri në këtë institucion me titull Barazia, dinjiteti dhe fuqizimi i shqiptarëve, të cilët ishin në përkëmbur ndër vite nga udhëheqja e turpshme e BDI-s. Për herë të parë pas shumë viteve, shqiptarët udhëheqin me 8 posta në vend, edhe atë Kumanov, Shkup, Tetov, Gostivar, Kërçov, Dibër, Strug dhe Ohër, than nga Vlen. Por nga Aleanca për Shqiptarët, krahu i Arben Taravarit, thonë se Vlen përpiqet sërish të mashtrojë opinionin, duke paraqitur si suksese të reja punësime të vjetra në institucione shtetërore. Nga kjo parti thonë se përpjekja për të ricikluar të kaluarën dhe për të shitur si rezultat aktual është vetëm një tentim për të larguar vëmendjen nga dështimet e rënda politike dhe administrative. Këto lajme serviren si suksese për të mbuluar realitetin e hidhur në terren, diskriminimin sistematik dhe spastrimin e shqiptarëve nga institucionet shtetërore. Të dhënat janë të qarta dhe alarmante. Vetëm në javët e fundit njoftojmë se në Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari u punësuan 21 maqedonas dhe asnjë shqiptar. Në ndërmarrjen publike pyet e Maqedonisë Strug, 11 shqiptar u pushuan nga puna pa asnjë shpjegim ligjor. Në policinë e Tetovës, qytet me shumicë shqiptare, u pranuan 12 maqedonas dhe vetëm 1 shqiptar. Në Ministrinë e Financave u shpall konkurs për 40 vende pune, u punësuan 19 maqedonas sepse vetëm aq kishin aplikuar, ndërsa 21 pozita u anuluan për të shmangur punësimin e shqiptarëve. Nga Aleanca për Shqiptarët kërkojnë hetim të pavarur për rastet e punësimeve dhe largimeve nga puna mbi baza etnike, ndërprerje të menjëhershme të politikës së spastrimit etnik nga institucionet shtetërore dhe përfshirje të përfaqësuesve ndërkombëtar në monitorimin e barazisë në punësim.